Garancia Europiane për fëmijët në Shqipëri po ecën në shinat e duhura. Ky ishte qëndrimi i kryeministrit Edi Rama në konferencën për shpejtimi reformave dhe kujdesit për fëmijët. I pranishëm ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, i cili kërkoi më shumë punë ndaj atyre që përjetojnë përjashtimi social për shkak të varfërisë apo problematikave të tjera. Në planin e veprimit e Shtylla Europiane kemi objektivin ton për një Europë më të fortë sociale. Një nga objektivat deri në 2030 është ulja e numrit të personave që janë në rrezik varfërie apo përjashtim social në të paktën 15 milion në përgjithësi dhe shifra për fëmijët është 5 milion. Nuk duhet të jenë më në varfëri. Në përgjigje, kryeministri Edi Rama theksoi nevojën për antarësim për përmirësimin e politikave që vinë në ndihmë të fëmijëve. Për të ecur në shinat e paracaktuara përmes dokumentit të garancisë europiane dhe për të zbatuar masa konkrete në reduktimin e varfërisë së fëmijëve. Kreu i qeverisë lajmëroi se synohet rritja e financimit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Por të cilët besoj unë në këtë fazë dhe në kushtet kur mundësitë tona ekonomike dhe financiare rriten, meritojnë një rritje të mbështetjes. Një tjetër hap i qeverisë do të jetë rritja e mësuesve special. Ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para. Hapja e klasave për fëmijët e shtruar në spital sipas eksponentëve qeveritar në konferencë është një nga hapat e sapo marrë të qeverisë që do të sjellë përmirësim.